e festë, sot feston ditëlindjen nipi i saj. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Violet Kukaj është parë sot në një atmosferë të ngrohtë familjare, ku po feston ditëlindjen nipi i saj, djali i vajzës. Me buzëqeshje karakteristike dhe elegancë e dallon gjithmonë, Violeta ka ndarë momentet e gëzueshme pranë familjes dhe më të dashurëve të saj. Burime afër këngëtarës tregojnë se festa është mbajtur në një ambient të ngrohtë, ku nuk ka munguar muzika, urime dhe dashuria e madhe për vogëlushin që sot mbushin një vit më shumë. Fancat e kanë uruar Violetën edhe nipin e saj me komente të shumta në rrjetet sociale, duke i dëshiruar jetë të gjatë e plot lumturi. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.